Pas pushimit dimror, të gjitha shkollat e komunës së Gostivarit sot kanë hapur dyert për nxënësit duke shënuar fillimin e gjysmëvjetorit të dytë të vitit shkollor. Rreth 10.000 nxënës të arsimit fillor dhe të mesëm ju përgjigjen zilës së shkollës, duke u rikthyer në bankat shkollore me energji dhe entuziazëm për vazhdimin e mësimeve. Fillimi i gjysmëvjetorit të dytë u shoqërua me një mesazh mbështetës nga kryetari i komunës së Gostivarit, Valbon Limani, i cili në ditën e tij të parë të marrjes së detyrës së zyrtare u zotua se do të angazhohet maksimalisht për të siguruar kushtet sa më të mira për nxënësit. Ai theksoi se prioriteti i komunës do të jetë garantimi i shkollave të ngrohta, si dhe transporti i rregullt dhe i papenguar për nxënësit. Prej sot do të fillojmë ta menaxhojmë edhe këtë problematikë, edhe këtë çështje dhe besoj që shkollat do të kenë nxemje të rregullt edhe transporti do të jetë i rregullt, do të bëjmë çmos që këto dy segmente të arsimit të funksionojnë në mënyrë të mirë, gjithashtu shfrytëzoj rastin që uroj të gjithëve fillimin e gjysmëvjetorit të dytë shkollor. Nga komuna e Gostivarit bëjnë të ditur se do të vazhdojnë monitorimin e kushteve nëpër shkolla me qëllim që procesi arsimor të zhvillohet pa pengesa dhe në interes të nxënësve.